Përndryshe, për mu, emocion shumë I madh u kon kur kemi interpretu bashkë me Brendoni me një mbrëmje muzikore, edhe duke këndu ne, ka fillu gjithë që kanë qenë pranishëm me këndu bashkë me neve. Mandej kemi ndalë edhe instrumentet edhe kemi fillu me këndu bashkë, dhe më thonë a cappella. E kemi qiftelin me vete. Fillimisht, urojmë të gjithë shqiptarëve kudo që janë festat e nëntorit. 28 nëntorit, unë dhe Brendoni, jam Qëndresa Bunjaku, këngëtare dhe muzikante. Brendoni është muzikant, është sinter, po ashtu edhe këngëtar. Ne bashkë prej kur njihemi, interpretojmë, do më thonë për vitit 2020, marrim pjesë në eventet ndryshme të tilla si kur ekspozita e sotme, si kur organizimi sotëm që është. Interpretojmë këngë vjetra shtetare, popullore, në vend të frymës shqiptare. Kryesisht jemi 2-3 që vijmë prej Kosovës, edhe mundohemi gjithmonë me I mbajt lirat tona, edhe me I zhvillu edhe më tej edhe me I mbajt çdo herë. Këngë cilat interpretojmë me shumë qef, kur jemi për 21 nëntor, gjitha këngët që kanë bëjmë me këtë festë, me festën të nëntorit, për neve janë emocion. Për neve është kënaqësi me marrë pjesë në si evente, me marrë pjesë në organizata shqiptare për mos me humbë vlerat tona. Edhe është kënaqësi që e kena mundësinë për me kultivu dhe me gjitha vlerat tona shqiptare, atë sa do pak sa mundemi edhe sot ditë. Edhe është kënaqësi. Nëse doni me nxorr ngusht një muzikant, është për me pyet cilla këngë. Se me të vërtet kemi shumë këngë të bukura, kemi një epos shumë të gjanë, si ka ona folklorike, si ka ona popullore, si ka e vjetër shtetare që me të vërtet jemi të kompletuar sa I përket trashëgimisë tonë muzikore shqiptare. Individualisht na kemi filluar prej kur kemi qenë fëmijë. Më bashkë interpretojmë prej vitit 2020 që përbën 5 vite. 5 vite. Neve dhe muzika na ka bashku kështu që. Performancën cilën nuk e unë për vete po flas që nuk e harroj asnjëherë, u kon performanca e parë, u kon në Emerald Hotel. U kon performanca e parë që kemi bërë bashkë, u kon emocion sordel te publiku ki emocion. Edhe nëse I bën 20 vjet karrierë ki emocione. Amo u kon emocion që këmë interpretu edhe me qëllërisë. U kon një sen shumë I mirë. Përndryshe, për mu, emocion shumë I madh u kon kur kemi interpretu bashkë me Brendoni me një mbrëmje muzikore, edhe duke këndu ne, ka fillu gjithë që kanë qenë pranishëm me këndu bashkë me neve. Mandej kemi ndalë edhe instrumentet edhe kemi fillu me këndu bashkë, dhe më thonë a cappella, pa muzikë, që ajo për mu u kon shumë e veçantë, jemi konë me Brendoni, u konë shumë ndjenjemi. Ka shumë momente që emocionohemi, ka shumë momente që ka plot raste ndoshta që edhe fillojnë në çaj. Njerëz prej muzikës, prej këngëve të vjetra që I bën, që I kthejnë kohë, që nostalgjinë, senet që I kanë kalu, vitet që I kanë kalu. Apo prapë për një është kënaqësi, është nuk të ndolmi asnjëherë. Sot kemi mundësi edhe. Muzika është pjesë e shpirtit, kështu që kushdo që e ka dëshirë, po e ka edhe talentin për me kultivu muzikën, për me ushtru. Pse jo, le të vazhdojmë, edhe mirë po çka bëj apel është që me shku sa ma shumë të I rujt traditat tona, të I rujt këngën tonë shqipe për me vazhdo. E kemi qiftelin me vete, është ngut pak. Sa I përket fshatit Mleqan, unë e vi prej një vendit ku ka pas gjithmonë rapsot edhe si qysh njihen vete setës Mleqanit. Edhe unë e kom pas fatin që unë ju rrit 9 vjet më ka jopë mësim Ibrahim Sejfa. Po. Unë e thënë që e kom pas fatin që unë ju rrit ndoshta me mësimet e tina, me edukatën e tina që e ka pas, edhe me atë mirësinë shpirtërore që e ka pas mësuesi Ibrahim. Çka më thonë tjetër, sa I përket gitarës, u kon një sen që më ka pëlqyer çdo herë, amo qytetin asnjëherë. E kam kujtim edhe prej mësuesit Ibrahim. Unë interpretojnë 7 instrumente, edhe unë jam rrit me një frymë folklorike, ndoshta nuk kam pas rastin si kur Brenti me pas një mësues tamam rapsod. Mirë po edhe unë kam pas një
tashmë të ndjerë, një mësues arsimtarin Jetullah Beqiri, që më ka ndihmuar në Çifteli. Edhe unë kuptohet pak edhe prej babit, kam mësuar sharkin, Çiftelin, edhe kështu me radhë, tash me ka një muzikant i mirë, du të me zotnu pak ma shumë se një instrument. Unë sërë interpretoj Çifteli ose sërë kënoj këngë që ka marrë për mësuesit Ibrahim, unë emocionuna. Nuk është një emocion shembull se të kof një herë, edhe që thu, okej, tash u bo njej. Çdo herë kam atë emocionin se që shtojnë ke ymër shkurt dhe shkoj herët, po që me bo? Ju uroj shëndet gjithë shqiptarëve ku të shë, sa i përket muzikës, jetë mundohen sa ma shumë e nejtë muzika ju. Kena muzikë shumë të mirë. Nëse nuk muj me bo diçka të re, muzika shqiptare, atëherë mos t'i harrojmë këngët e vjetra që i kemi. Kemi shumë këngë mira. Edhe me i proponu, pse jo? Normal gjithmonë me drejtën e autorit. Unë po e përmbylli këtë intervjizë vetëm me një urim shumë të madh për gjithë shqiptarët ka të që janë. Uroj që të presim edhe shumë festa të lumtura bashkë me më dashurit tonë, duke mos i harru traditat, duke mos i harru ata që kanë dhënë shumë për këtë vend, si ushtrin çlirimtarit Kosovës, po si dhe gjithë herojnë që kanë ndarë në luftë.